Sot pra është 24 marsi, dita që na kujton nisjen e fushatës së bombardimeve të NATO-s, një fushatë që zgjati 78 ditë. Ne kemi ftuar në studio Adem Demaçin, veprimtar i njohur, ish përfaqësues politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët në programin tonë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Në këto ditët që shënohen përvjetoret, gjithnjë duhet kthehemi pas dhe vlerësojmë një periudhë, një ngjarje të caktuar. 24 marsi në memorien tuaj si përshkruhet? Po mirë thatë ju se kjo ditë ka para historinë e vetë. Domethënë u deshtën shumë vjetë që ne botës ti dokumentonim se jemi në robëri, ti dokumentonim gjithashtu se jemi të vendosur për ta fituar lirinë tonë, dhe këtë e bëm edhe me gjak. Dhe pas shumë hezitimesh, pas shumë përpjekjesh, pas shumë faljesh që je bën regjimit qetnik të Beogradit, në krye me Miloševićin, bashkia ndërkombëtare e pa se me ata nuk ka rrugë tjetër përveç se të përdoret forca. Nuk është kjo vetëm e rëndësishme për ne shqiptarët, domethënë 24 marsi dhe intervenimi i forcave të NATO-s, po është e rëndësishme edhe për historinë e Evropës, e të botës, se s'pari herë ndodhi që NATO-ja, si një grupacion ushtarak i cili ishte formuar qysh me 18 mars 49, për të mbrojtur nga sulmet eventuale të Rusisë kryesisht, edhe të aleatëve të tyre, s'pari here intervenoj në një çështje e cila ishte jashta atyre marrëveshjeve të NATO, sepse ata kanë pasur dhe kanë marrëveshjen që nëse ndonjë antar i tyre sulmohet, atëherë ata do të veprojnë bashkarisht kundër atij agresori etj. etj. Këtu nuk ishte domethënë e sulmuar NATO-ja, po ishte e sulmuar një drejtë e një populli që të shpëtonte nga farimin, nga eliminimin, nga likvidimin, nga pastrimet etnike e tjera, dhe gjitha ato të zezat të cilat i psuan shqiptarët prej 10 vjetësh, kjo ishte domethënë që nga koha e 90-shit, në mënyrë intensive dhe në mënyrë sistematike në regjimi Beogradit, e tregoi fytyrën e vet prej një regjimi hegemonist, prej një regjimi cili nuk njihte të drejtat as njeriut, as të kombeve tjera. Dijen për shembull ato ngjarje dramatike të cilat ndodhen me 89-shin, kur erdhën e rrethuan kuvendin e Kosovës, edhe i detyruan shqiptarët që të pranonin, që të hiqnin dorë nga një pjesë e autonomisë vetë. Dihen përpjekjet e tyre që të eliminonin çdo njeri, çdo individ. Ne në këshillin tonë na vinin për çdo ditë, na vinin kufomat ushtarëve të cilët ishin vrarë nga shpina, me përcjellje se gjoja ka dashur të iknin, kurse ata kishin 15 ditë para se të liroheshin, ose një muaj ditë para se të liroheshin. Me fjalë tjera, ishte një urdhër i komandës përgjithshme ushtarake dhe policore të Serbisë, që çdo kush që jep shenja se nuk e do Serbinë, nuk e do Jugosllavinë, nuk është lojal ndaj nesh, nëse është i kthjellët, nëse është djali i Zotit, që të gjendet mënyra që të eliminohen. Dhe kudo që kanë pas mundësi që të krijohen grupe të mbyllura të forcave ushtarake qetnike, prej andej gjithnjë na kanë ardhur neve të vrarë, na kanë ardhur në arka të blinduara me urdhra që nuk guxojnë të hapen, po megjithatë ne i hapnim. Dhe është në Këshillin për mbrojtjen e drejtave lirive të njeriut, është një dokumentacion i madh për të gjithë ata të cilët, domethënë për ta bindur botën, u deshën shumë e shumë viktima, shumë e shumë heroizma, në mënyrë që ata ta kuptonin. Fillimi i vendosmërisë shqiptarëve që
ta fitojnë lirinë është dikur në fillim të 96-ës. Atëherë kur patëm një 10 shpërthime të për një hershme, atëherë ishte e qartë se UÇK-ja po vepronte e organizuar, ishte e qartë se populli e përkrahte ushtrinë e veshlirimtare dhe prej asaj kohe vjen duke u intensifikuar rezistenca jonë. Serbia merrte masa jo adekuate dhe kretë kjo lufte jona ishte një luftë shumë e pabarabartë, sikur gjithnjë në historinë tonë. Bënim luftë pabarabartë edhe nga kundër turqëve, bënim luftë pabarabartë edhe kundër italianëve, kundër gjermanëve, kundër gjithëve, edhe kundër këtyre qetnikëve, bënim luftë pabarabartë dhe kjo luftë pabarabartë megjithatë dha rezultate. Dha rezultate në kuptimin se zgjuam në këmbë ndërgjegjen e botës, ndërgjegjen e Evropës, edhe si të them me qumë nga klapia Evropën e cila e zënë me problemet e veta nuk qante fort kokën për Kosovën e për vendet tjera. Ne kemi disa përpjekje të faktorëve të ndryshëm ndërkombëtar që kanë ardhur duke na këshilluar neve që ta pranonim një autonomi. Është interesant të përmend vizitën time që i pata bërë atëherë në fillim të 97-ës në Bruxelles dhe kërkova ndihmë nga Evropa. Ata më takuan me disa persona atje, disa ministrive. Shkova pastaj në Haag, në Holland, edhe ata më takuan me disa zëvendës ministra. Pastaj shkova në Londër, edhe atje më priti një farë zotri Derok, një buri mirë, tha keni kërkuar, tha që të flisni diçka për Kosovën, thash po, fola një orë, dhe pas një ore ai zotriu tha, shikoni zotë Demaçi, ne nuk ju besojmë këtyre çka thoni ju. Ne mendojmë se e mira juaj është që ju të shkoni, të merreni vesh me Serbinë, as ne nuk e dim se çfarë lloj autonomie mund të keni, si të keni, po të merreni vesh me Serbinë, sepse nuk ka rrugë dalë tjetër. Thash domethënë pas ke vendosur që të na flijoni përsëri ne si dikur që na keni flijuar. Tha, kjo është politika jonë, atëherë ishin konservativët në pushtet. Atë ditë pata fatin që takohesha me një deputet laborist, i cili më çoi në atë farë, të themi atij restoranit të deputetëve të anglisë, edhe biseduam një orë gjysmë. I tregova fille për pe se çfarë po ndodh në Kosovë. Ai më premtoi, tha, nëse do të fitojmë ne laboristët, ne do të ndrojmë politikën ndaj Kosovës. Unë e mora atë si një farë lloj kështu, një sjellje e mirë e njeriut. Sepse ishim mësuar ne që Evropa na mashtronte gjithmonë. Mirë po, fati ju ndeshi që Bleri kishte një vizion tjetër fare, Bleri ishte një njeri u tregua shumë dinamik, edhe e gëzuam për krahën e anglezëve dhe mas shumë përpjekjesh të ndryshme, ne ju e dini që patëm jo likoshana, jo qereza, jo ploja të ndryshme në Dukagjin, jo ploja tjera në Drenic, ploja tjera jashta në Drenicës, në gjitha ndaj Kosovës, deri sa Slobodani i lazdruar nga Evropa, se Evropa e krijoi Slobodanin, se i bërë lëshime shumë të mëdha. Evropa e fali disa herë dhe ati ju mbush mendja se do të kalonte edhe kësaj herë. Kështu që një njeri që e ftuan në Dayton, ju e dini, me 95-shin, edhe e ftuan nën konditën që të mos ftohej Kosova, që të mos shqyrtohej problemi i Kosovës. Dhe e pranoi Evropa edhe këtë kusht. Evropa e pranoi kushtin edhe madje i bëri lëshime të papara Serbisë. Nga një pjesë që ishte 33% e popullatës, gati gjysmën e Bosnës ja dhanë serbe. E dini ato vendime katastrofike të Daytonit, të cilat edhe sot po përcillen në Bosnë. Nuk ura